unë do thoshja që ne do të ishim një shoqëri shumë ndryshe nga kjo që jemi. Çfarë do të them me këtë gjë? Atë që ne vuajmë shumë nga mungesa e zbatimit të ligjit. Më shumë se sa nga mënyra se si e zgjidh ligji problemin. Kësaj radhe, në këtë çështje që jemi duke diskutuar bashkë, jemi duke zbatuar ligjin. Pastaj se si ky ligj e trajtojnë gjën, kjo është tjetër. Hajde të diskutojmë, e kanë zgjidhur apo nuk e kanë zgjidhur mirë. Natyrisht, me një fjali të parë, dhe le të mbetet një gjë e tillë, unë do të thosha që nuk është zgjidhur mirë. Shtu si që kanë zgjidhur gjën. Është e domosdoshme që të ndërhyet për ta rregulluar gjën. Dhe jo vetëm për këtë, jo vetëm për mungesën e konstituimit të rezultatit, shumë tepër në kohë dhe mos shpenzimit të kohës që duket, e gjitha kjo të krijon atë përshtypjen që këta bëjnë sikur apo duan të bëjnë. Në fakt bëjnë sikur po bëjnë një gjë, asnjë gjë nuk bëjnë. Është mbarë së mari, do pilli 1000, e shikoni se çfarë po del me të rinumërim apo asnjë gjë s'po del. I cili është legjitim si proces formal, por s'ka kuptim